Përshëndetje miqe e miq, ja ku jemi në një ditë të re pune. Nga ka ardhur ky parakolpi, nuk e di me të drejtën çfarë makine herë, Mazda, Lexus, Mitsubishi, Nissan, tip japonez duket. Ka për të ngjitur të parakolpi, do thonë ju po si ka ardhur. Nuk ka ardhur vetë, jo. E kanë sjell nga një karroceri tjetër për të bërë, sepse paktën këtu në Ravenna nuk merret njëri tjetër me plastike, por mendoj se edhe në Emilia Romagna vështirë të gjeni. Dhe kemi për t'i bërë këtë, siç e shikoni, një pjesë i mungon, t'ja plotsojmë edhe le të vazhdojmë punë, na ndiqni. Ja le të fillojmë mirë me ngrohtën e kësaj. Ta drejtojmë, pastaj t'i bëjmë ca pika. Atëherë le të filloj me kapset. Këto të kapseve i kam me bateri. Është njëri që ka nga 10 vjet që i ka regenerator e ai. Është nona. Ja ku do filloj me ngjitjen tani. Se ndërtoj që është bërë gati. Është zeur. Siç e shikoni jemi në 505 gradë. Tani këtë pjesën që mungon, do ta presim çik në mënyrë të rregull. Ti jem anë tu. Okej. Abi për tjetër për ta marrë me shablon. Ja dhe si që shikoni e kemi kthyer në krahun tjetër parakolpin, por nuk do fillojmë të ngjisim me njëherë, por do heqim kapsat. Mos mendoni se ne I lëm kapsat këtu, jo se na duhen, jo, por
Ja ku po fillojmë ta ngjisim nga jashtë. Dhe e kemi bërë këto kanalet, i kemi hequr kapset. Dhe le të vazhdojmë. Ja, si që shikoni, e kemi mbaruar. Ta afrojmë pak. Do t'japim tani dhe me një letër. Dhe ta afrojmë pak. Okej. Dhe ku kemi mbaruar fare. Le ta shikojmë nga afër. Okej. Dhe në këtë rast i thuhet ta gëzoj burri huj, dhe pse nuk e njohim.